Kritikat dhe mbrojtja që ju ka bërë zoti Kurti dhe mazhoronca e deputetëve në Kuvendin e Kosovës, ç'është arsyetohet kur ka dhe akt akuz për zonën Hajdari, që i del në mbrojtje dhe e bën avokatin publik të këtij rasti? Garanton për gjithçka. Zoti Kurtis ju ka përgjigj as ftesës së prokurorisë që të shkojë dhe të jep dëshminë e tij. Nuk është e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Prokuroria speciale e ka ftuar që ta intervistoj. Kush është zoti Kurti me ftu prokurorinë kur prokuroria e fton zotin Kurti? Si ka mundësi që ka pas precedent? Jo, absolutisht. Nuk është dëshmuar në asnjë rast. Jo, kanë qenë krejt situata tjera për qeveri. S'ka pas një kryeministër që ka dhënë deklarata të tilla. Nuk jam interesuar të dal. Mos harrojmë që zoti Kurti në këtë rast është vetëm si dëshmitar. Po pse s'ka shku si dëshmitar? Çfarë shembulli po ju jep qytetarëve? Po ti përgjigjet. Po jo ti përgjigjet në zyrë dhe në kafe ku dënaj, po të shkon në zyrat e prokurorisë speciale. Na po flasim se pas ne flasim për zotin Berisha, krejt një mazhoronc dalin e mbrojnë zotin Martin Berisha. Në ndërkohë disa raste specifike, cilat nuk janë reprezentative se cilat janë proces drejtësisë, nuk kanë një vendim final dhe mund të gjeni forma çysh ta takoni unë do të vazhdosh edhe 53 milionë me marrjen e mandatit. Lutem tash ta shpjegoj me çka jam te kjo pikë. Unë shpjegoj edhe një rast shumë personal. Me marrjen e mandatit në vitin 2021, si zëvendësministër e punëve të jashtme dhe diasporës, në muajin qershor kam marrë mandatin. Edhe për 3 ditë kam dështuar me deklaru pasuninë në kohë. Edhe këtë në rregull, 3 ditë me vonesë, është afat shumë thjesht administrativ. Nuk kom rri me mri afatin, për shkaqe që ju e dini shumë mirë që në muajin e parë të marrjes një mandatit, ki shumë angazhim prej akomodimit kërkesave të panumërta për takime deri tek pjesa e akordimit me institucione. Megjithatë është një obligime kryesore të zyrtarit lartë. Mendoj që është shumë e rëndësishme me tekstu këtë pjesë. Po ja për rastin tem personal, sepse mendoj që është shumë i rëndësishme. Është mungesë juaj e përgjithësisë. Shiko, po e pranon si dështim. De fakt është afat administrativ që sot në fakt askush nuk penalizohet me ndryshimin që u bën ligj. Po natë kohë ka qenë vepër penale. Një afat kohë, po e ka kaluar tani është në kundërvajtje, po duam i dhon si shembull, sepse shembulli mirë. Flasim jo, është nuk është reprezentativ për të rastet e korrupsionit. Unë po duam me tekstu sepse është shumë e rëndësishme me pa logjikën për me na marrë neve për gjec. Nuk funksionon ligji me logjikë. Aty që ka zëvendësministrat pa numërt, qeverive të kalume, leçi nuk e kanë deklaruar pasuninë, as me marrja, as me dërzim. As nuk kanë akuzuar e nuk kanë paguar. Jo, lutem ka të pafund, nuk kanë akuzuar, nuk kanë dënuar. Na kallëzos. Unë a di çka kam vlerësuar në atë rast? Kam vlerësuar një progres të jashtëzakonshëm, po thonë, ç'sa mirë që progresi unë vi për një background të që është një civile, edhe kom luftu vazhdimisht për një qeverisje e cila ka kontrol, për një qeverisje e cila transparente, për një qeverisje e cila respekton gjyqësorin, po e respekton edhe, si me thonë, politikë bërjen cilën e ndërton. Edhe fundja, po çka nuk jam pajtu, është debati publik i cili bëhet ka shi një ministri, zëvendësministri të kjo ka lënë mandej të gjua në raport me media. Do thonë është e paprecedent mënyrën qysh linçohesh, mënyrën Zonja Gashi po dhe Donika Zonja Gashi, duke qenë pjesë e komunitetit edhe të shoqërisë civile edhe të medias, ju e kujtoni prej kohës të aferës përgjimeve pronto, domethënë që ky pushtet që ka qenë dikur ka rrë pikërisht për shkak të kritikave që janë bërë nga shoqëria civile dhe nga mediat. Për çata ka ardhur të vendosin pushtet. Po na për çata kemi pushtet, po edhe për postë që kemi ardhur pushtet, jemi rikonfirmuar me një përqindje edhe më të madhe. Ama tash pranoni kritikën, tash mbroni çdo rast të korrupsionit. Kemi punë të mira. Kemi program për qytetarin, kemi avancuar standardin e jetesës për qytetarin. Është shumë e rëndësishme me theksu që në fund gjyqin, çfarë standardi keni ndryshuar në raport me qytetarin? Ja bën qytetari Republikës. Kur keni blerë herën në fond mediat realiza, jo deputete. Me vot ju bën me pushtet ose ju rëzon prej pushtetit. Jo, veç nëse për mirëqenie, sot ka qenë çmimi i qumshtit, edhe sot ka qenë çmimi i vojit, edhe sot nuk po them për atë. Jo se po flisni për ekonominë. Po flisni për mirëqenie me qytetarin. Muj më kthy edhe te Shemojli. Jo vetëm pak me qenë se thatë që është mirëqenia. Është rrit mirëqenia. Hajde tregomi ti mu produktet bazë, cilat kryeministri Kurti
në vitin 2016, në qëtë studio ka deklaru që do të reduktohet tatimi mbi vlerën e shtuar. Aksiza për bujq që do të largohet. Ajo është krejt në rregull. Tregomni deputete, sa ka qenë vaj më herët, sa ka qenë qumë shterën. A më në kalëzu shtë produktet bazë, çfarë shpime kam pasë? Kur s'keni qenë pjesë e politikës, kur janë njësë? Jo, nuk matet ashtu zonjë. Me matemi me qenjën time, me matemi me pogën time sa rritë, se poku me mosa legislative. me shporta e konsumatorit është një prej indikatorëve ekonomik. Zonja Gashi, po përfundojnë e lirësht. Kostoja, cilën e përmenë me të drejtë, që kushtojnë një palë zgjedhjet e Republikës Kosovës, nuk është kosto që duhet investuar në zgjedhje, është kosto që mund të investohet në Universitetin Publik të Prishtinës, është kosto që duhet investohet, pothuajse në çdo sferë të jetës ka hapësirë për investime. Investimet kapitale, Ministria e Infrastrukturës i ka blos 5%. Së shprehjes që Zoja e përmendi me të drejtë në raport që i reflekton pjesës medjave. Shka është të rëndësishme me theksu ndoshta këtu, është që raporti një pluralizm mediatik të Republikës Kosovës. Pa ja është falë media, jo, që nuk ka asnjë mungesë të zërave të lirë, që është shumë e rëndësishme. Me që thatë ka dashur me mshelni medium. Jo, po sfida ka mbetë për të forcuar më tej mbrojtjen e standardeve të lirisë shprehjes. Këtu normalisht që në këtë rrugtim çka thot raporti është që ne duhet punuar për të forcuar mekanizmat për mbrojtjen e gazetarëve. Mirë, po sot në botën digjitale është tentuar me u kap KPM-ja përmes ligjit, i cili është rrëzuar në gjykatën kushtetuese. Shiko, tani bordi i RTK-s, krejt bordet e mundshme domethënë është punuar që me qenë me antar të devotshëm televizës së vendosje. Dhe këto janë ato hapa që po presoj janë vlerësuar. Për lirinë e medjave, është tentuar me procedura administrative me mbyll një si Klan Kosova. Jo, shiko, jo me hapa administrativ, i lutem, unë po flasë për qëtë raport, i cili thot... Po mira, jo ka doshë më shelë për një javë, sot është të funksionu, sepse u po çfarë agimi ka pas vendore ndërkombëtar për gjithat që është tentuar me u bo. Unë mendoj që pjesa kryesore që raporti po kërkon kërshi lirisë medjave, normalisht që është një përkrahje më të madhe për Radio-Televizionin Publik të Kosovës. Cilën e keni lënë për toke, në cilën e keni zgjedhur drejtor të televizionit, i cili ka qenë dikur i afërt në vetëvendosjen. Ne jemi shumë të interesuar që të ndihmojmë Radio-Televizionin Publik të Kosovës. Jemi shumë keni obligim, si në të interesuar. I keni lënë pa paga mëre? A mendoni që na duhet me shkel ligjin për Po e shkelet ligjin, ju e bot një lloj të formës së kredis për me dhon paga. Ajo është tjetër formë. Ja, zonja Gashi, standardi nuk ka qenë asnjëherë i bazuar në ligj, që të zbatohet ligji me përpikrim. Nuk kemi refuzuar ne. Çu bë kredia me i dhon pra? Ne kemi refuzuar që ta shkelim ligjin. Që se e komunë e analizuar deputetët. Që ta zë bërë të kërë. Oke, e fundit edhe zonja Gashi le të përgjigjet. Ka që e rëndësishme. Prej vitit kur është miratu ligji për RTK-n, ekziston një dispozit atje që i jepet 0.7% e buxhetit të RTK-s. Edhe sot po shkilet. Edhe sot shkilet, tash. Nuk është ai buxhet që i takon me ligj.